Ditën e djeshme ne u ballafaqua me një term të ri, të cilin e dinim e njinim, por që fliten prapasken dhe jo publikisht. O me ne, o përballë nesh. Po. Që do të thotë, o me ne, o kundër nesh. Është sentenca e të gjitha diktaturave kjo fjali, që ju artikulua në rastin konkret Spiro Palit nga ana e kryeministit të Shqipërisë. Për diktatorët dhe për diktaturat nuk ka neutralitet, nuk ka indiferentizëm. Ka ose kundërshtar, ose anti, ose pro. I tillë u shfaq përfundimisht të kryeministit të Shqipërisë. Në fakt, ai ka thirrur në zyrën e tij edhe biznesmen të fuqishëm, të cilëve u ka artikuluar të njëjtën sentencë, duke u thënë se dëshiron të punosh me ne apo të jesh përballë nesh. Që do të thotë se po bën një presion të jashtëzakonshëm jo vetëm mbi politikën, dhe jo vetëm mbi antarët e partisë së tij, por edhe tek biznesi dhe segmente tjera të shoqërisë shqiptare, me qëllim që të vendosë një diktaturë të plotë në të gjitha aspektet, madje edhe në aspektin kulturor. Dhe kur ndërhyrja e shtetit në kulturë bëhet fakt, atëherë diktatura është përfundimisht e vendosur.